Për shembull tash mi morë 100 litra ato më i marr 100 euro. 100 euro në ditë sotit ta disajnë. Se jep kërkush 4, 5, 10, në barë qysh tasë. A në vetë 4-500 kg muna mi shqit. Për shembull 100 cova dele e ki, merr 3.000 euro. 3.000 euro? Po. Në vetë? Në vetë, po. Qërë, ma mija pak se ca eq. Pi 8 vjeç. Prej 8 vjetë merresh me dele? Po. Që shukan për ty me u marrë me këtë biznes? Po baba babgjysh e kena pas këtë tradit. Sa dele i kene? I kam tash 100 copa. 100 copa? Po. Qështu i lëshani çdo ditë, ha? Po, për çdo ditë në shojnë. Qa bëni me to? Bona djath, shesmi kingja. Do me thanë ju edhe i prodhoni? Po, po. A prodhom djathave, shesmi kingja. Çfarë biznesi është ky me u marrë me dele? A ja vlen Kosovë të e ditë? Ja vlen, qërë, a i një e mes me projtu, ja vlen. Ama me pas ma shumë, është ma mija. Tje me majt Po, familjen? familjen, me qëto maj familjen. Me qëto? Me qëto, po. Qyshe ka nis të babgjyshi baba? Qyshe ke nis ata këtë biznes? Kështu biznes e kena pas të nërna. A keni shtallë? Po, A është i vëllitshëm ky fshati këtu për me i majt të dele? po, i bëllet shumë. Po s'ka tjetër kush, vetëm unë kam dele këta. Vetëm ti ke? Po, vetëm unë. Me çka ju shqeni ma shumë ti? Me kolomosh, me grun, me son. E qa po menon tash për kohën e sotit në Kosovë që po është ka gja vështirë me majt familjen e sidomos Ja, nuk qara e pështirë nuk është. Ku aj që dal me punu, aj që s'dal me punu, po vëlla. Po, a? Po, aj që dal me punu, nuk është vështirë, aj që s'dal, të ma tjeta. Aj që s'dal, aj tjetër sam. Sa largi qanë pas këto dele? Dhe që konan, dhe në zëmë i bia. Pi gjoni dhere në zëmë. Do me thanë ky fshati Gjonaj është i hasi të Prizrenit. Po, hasë të zëmi. Knej hasi i Prizrenit njihet pak ma shumë për furat bukë. Po, furrat bukës e blekterije. Mirë, me deshte mjase, me deshte mirujt. Ato është mirë, po dikush ta shërinia s'fedojt. Fëmijët e tua pe vazhdojnë këtë farë traditën tone? Ja, më fëmijët kam 3 kom bas në shkollë. Një kam në furë, buk pjeks. Unë veç unë e vetë. Me qa merën tash ata që e kanë kry shkollën? 2 vajza i kom martu me, një është frizerk. Okej, do me thanë ti i vetëm Po, merësh. po vetëm unë që mjena me to. Sa po kushton litra e qumshtit të deleve? Ka njerë gjys, njerë në barë qysh tas. Fitime prej Ka. qumshtit Ka, deleve? po, ka. Sas? Për shembull tash mi morë 100 litra ato më i marr 100 euro. 100 euro në ditë sotit ta disajnë. Se jep kërkush. A ka njerë me 300 euro rrugë, shkon punon. Për një muj. A që s'dojnë gjenja me punu, ajo që të sam. E këto delet zakonisht a i shitni vetëm për bajram apo Po, shitni? kush ka nevoj, kush lyp, i shes. Sa i keni shit mas shumëti brenda ditës? Mrena ditës varet 4, 5, 10, në varet qysh tasë. A në vetë 4-500 kg muna mi shit. 4-500? Po. Sa kushton një kinç? Po në varet tash me kilo sa vjen. Marë 4 kilo, bën 200 euro. A do me thanë ju i matni? Po, e mos me edhe i shesme. 5 euro është kilo. 5 euro kilo. Po, tash me kilo, për shumë më vjen 30 kilo, 150 euro. 20 kilo, 100 euro, më varë qysh të kërkojnë. A dalojnë a i sen dhit prej kilo? Po, daloj, Qa dalojnë? daloj. Se mishin e kanë matë mirë, ato më qese më shumë. Po, a? Po. E mbarsimi e tënë vetë qësh ndodhë? Kanë njerë në vetë, kanë një sezon, bëha ki 2 herë në vetë pjellë. A mernin a i sen prej shtetit? Po. 30 euro në copë mormi. Po, a? Po. Për shumë 100 copa dele e ki, merë 3.000 euro. 3.000 euro? Po. Në vetë? Në vetë, po. Qërë, ma mija pak se ca eq. Bash nuk ne kanë pas, që ato në këni ciguar. 300, 100 dele, i merë 3.000 euro. 3.000 euro i vlen 300 thosë. Grun një qëtë që. Po. Përveç deleve, a mirë me diçka tjetër? Ja, vesh me vlekteri. Vesh me vlekteri? Po. Kështu me tokë në i sen? Po, tokë, po. Qa i mjanë një ato? Grun, kolamash. Apo ka përfitime? Po, ka. Po ka, sa në animon në shtetin e.
A u ka një knaqë Po. ky vit i fundit? Që kjo mirë akon. Po, a? Po, po tash, në barë tash a qysh të aset, qysh të bëjsh hizmetin. Po. Po për në që s'kaj. Po shoh që pas ke edhe këllaqen. Po, Sa i ki? 8. 8. Kto gjithmonë shoqërohen me dele. Këj non stop shkojnë me dele.